Njerëz janë si asnjëherë më parë të dekoncentruar. Sot për shembull, nga çka njerëzit vuajnë? Nga mungesa e koncentrimit. Shpesh herë për shembull na thuhet, a ka mundsi hoq me bë, për shembull, do video të shkurta 30 sekonda, 1 minutë, se njerëzit s'u këshirin gat. Apo, pse s'u këshir gat? Ai çka ka? I dhan dikun? Jo si dham. Mirë, ashtu unë të kam jo së kur që po, që ashtu të në mësuna, me gjesht shpejt një bo, domon, najna të edukuar në humbje të koncentrimit, të fokusit. Prandaj, jo gjithë shka bëhet me shkurtesa, të ndërëvëzër. Po, shkurtesa jënë përshamë për një situatë caktuar me të veçantë, një këshille caktuar me një kujtim, ama feja me shkurtesa së mësot. Në xhenet me shkurtesa nuk shkohet. Unë nga ju edhe për fejë, qanë nga për fejë, ka 10 sekonda, ato shpejt me gjishtë të e qopën, qanë merë vesh të shkurtesa, qka kuptën të shkurtesa? Prandaj, shkurtesat janë për diqka po, ama fejnë me mësu, do të me ngu dërtë një sahat, po. Parmenaj për shambull, mu shëtu shkolla të shkurtesa. Mi thonë për matematikës, jo laptën, jo ka 1 orë dhe plus 5 orë njaftë, ku me gjithë të koncentrim. Bani 5 minuta matematike, dhe tu i bojë shpejt mësaj tani. A munësh? Pa nuk munësh, vëllo. As më mësu biologjin, as kimin, as një shkencë s'u më mësu. E qysh islamin për mësa me shkurtesa, ka 30 sekonda. Apo? Sa ma shpejt, sa ma shkurt. Për shkak se fatkeqësisht, dirigjusin e vëmendjes nuk e ka zemra. Zemra se ka dirigjusin dorë. E ka dirigjusin kush? Epshi s'ka vakt për ders, ama aja bën që ashtu për shambull kur lojnat që lunë aty, apo aja bën shpejt, ja, aty ka një 2 saat mirëse, pa 2 saat, qa luët 2 saat, s'mërin kur që bële, 2 saat o pak, e pse atë s'pja bën kështu? Pse për shambull kur del marë këtu, pse me shok kur del e me shok që dikun për shambull në imotër muslimane, kush do kuft, në neja tona, muhabetit 3 saat, ku si 3 minuta, apo? E pse kjo duket shpejt e kjo duket ka dole, pse? Për shkak si ne defokusu. Dhe ka marrë digitorin dorë kush? Epshi s'ban ders. Jo, valla, me epsh në ders të vjen. Me epsh shkon deti, lahësh, me epsh, apo këqyr në i film knaqesh, me epsh bën laf, me dikan muhabete që s'kon ngarkesa, me epsh. Ama me zemër vjen ders. Se zemra ka në i për ders, jo epshi. E kanë shumë dert. Një foto që e ka qitë, sa pëlqime ka marrë. Një shkrim që e ka bo, një koment që e ka bo, një video që e ka bo, sa pëlqime. Në këtë jetë përjetojmë që shtapë. Dojna shkurt, në kuptim përmbajtës, ama dojna shumë kuptim pëlqimit. Dojna një video me qitë 30 sekonda, 1 minut, dhe e mi marrë për shambull 50, 60, 70, 100.000, apo pëlqime, apo shikime, apo çka do qoftë tjetër në këtë pjesën e pangopshme të ndikimin nga rrjetet sociale. Sura Ikhlas fokuson që to qëllimet, qyr ka xheneti, qyr ka kënaqësia e Allahut, qyr ka sinqeriteti, që ti je një, sikur se ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, kun wahidan li wahidin fi wahidin. Bëhu një për një në një. Qka është bëhu një? Bëhu përmbledhun në besim të Allahu xhallahu ala, në një rrugë që në xhenet. Për një, kush ai një? Allahu te bareku teala.